Do të flasim për sportin, tani do të lidhemi me gazetarin sportiv Tami Kona. Përshëndetje, zoti Kona. Mirëmbrëma. Ndalemi pak te kampionati, fitoria e Vllaznisë në Air Albania ka çuar sërish shkodranët në vendin e dytë, por diferencat janë ende shumë të ngushta. Tre ndeshjet e javës 20 që ishin dje, domethënë duke filluar që nga Vora Tirana, Partizani Teuta dhe Vllaznia dhe Dinamo Vllaznia, sigurisht mbyllën javën e 20 të Abisnet Superiores. Një javë që po të shikojmë renditjen, tashmë duket sikur kreu ose më mirë 4 ekipet e final forit sigurisht janë gjeshur pak, duke filluar me Ignatian, e cila është në krye me 38 pikë, Vllaznia me 36, ndërkohë Elbasani me 35 edhe aty edhe Dinamo edhe pse me humbje është me 33 pikë. Do thoja unë që ndeshja kryesore, padyshim, edhe pse të them të drejtën për mua ndeshjet e Abisnet Superiores janë bërë të gjitha të rëndësishme për sa i përket mënyrës se si zhvillohen ndeshjet dhe për sa i përket rezultateve, ku është e vështirë që ato t'i parashikosh përpara fillimit të takimit. Por të them të drejtën, një Dinamo Vllaznia ishte mund të jetë një finale e parakoshme, ashtu sepse të dyja të skuadrat janë pjesë e final forit, janë pjesë e final forit edhe në edicionin e kaluar, kur Dinamo dhe Vllaznia u ndeshën së bashku. Dhe të them të drejtën, po t'i referojmë takimit të fazës së parë, kur ekipi Vllaznisë e fitoi ndeshjen, kjo ndeshje shikoi pak me pak tension për sa i përket deklaratave të trajnerëve, ku në krahun tjetër, në një krah Martini dhe në një krah trajneri Daja, duke sikur gjërat nuk kanë shkuar mirë për skuadrën e Dinamos, të them të drejtën, edhe të them më ka befasuar shumë për sa i përket ndoshta Dinamo mund të ketë zhvilluar ditën e djeshme në Air Albania një nga ndeshjet e saj më të dobta, pasi një Dinamo shumë apatike, një Dinamo shumë nuk ishte shumë larg shënimit të golit. Dhe të them të drejtën, Vllaznia nuk ose bëri në një lojë perfekte, por të paktën u mundua të menaxhonte atë penallti që mori në pjesën e parë dhe me pak kujdes arriti të shënonte edhe golin e dytë. Të them të drejtën, nuk po të më pyesje para takimit, sigurisht nuk do të isha kursesi për këtë rezultat, sepse të them të drejtën edhe pse Vllaznia këtë vit meriton të jetë aty ku është, ndoshta edhe më lart. Por kur i referohem 5-6 takimeve të fundit që Vllaznia kishte ndeshje që nuk fitonte, dhe të them të drejtën me la pak pikpyetje, dhe aq më tepër që edhe pse Vllaznia kishte 5-6 ndeshje që nuk fitonte, prapë kur shikojmë tabelën e klasifikimit mbas javës 20, shikojmë që 38 pika e Ignatia, e cila ajo barazoi me skuadrën e Basanit, ndërkohë në krahun tjetër edhe Dinamo është një skuadër që tani duke sikur përsërisim fjalët kur themi që shikose me largimin e dy sulmuesave, Dinamo nuk ka arritur të gjejë akordin, qoftë edhe pse trajneri Daja kur del në intervista shpesh është shprehur që kërkon sulmues, por mjafton t'i referohem paktën në arsenal ose më mirë gjendjes që Dinamo ka, janë mbi 7-8 sulmuesa në organikën e Dinamos. Megjithatë, trajneri Daja sigurisht që e shikon të arsyeshme që një qendërsulmues ose një sulmues duhet të jetë i pranishëm në skuadër, sepse i mungon goli. Por megjithatë Dinamo e ka forcën, është një skuadër që pavarësisht se hapit falë që ka bërë dje me skuadrën e Vllaznisë, se fundja nuk është se bërë një hap falë me një ekip të dobët, ajo ka bërë një ekip që me merita është në vendin e dytë. Ndërkohë, Ignatia dhe Elbasani ndajnë pikën me një barazim polemizues. Duket se katërshja nuk ka shumë diferenca në një kohë që askush nuk po bën dot atë shkëputjen që të bëj diferencën. Po të kemi parasysh një gjë që jemi pak a shumë, është e vërtetë ajo pyetje që bëni ju, sepse nuk është se kemi skuadra që shumë qoftë vendi i parë apo qoftë vendi i dytë. Ajo që bie në sy është që kjo kaçe tashmë është pak e shkëputur. Por kur shikojmë që edhe Partizani është aty, më thënë, mos harrojmë që Partizani vinte mbas 3 humbjeve dhe arriti të merrte një fitore me Teutën. Por t'ju referuar pyetjes tuaj për sa i përket Ignatias Elbasanit, sigurisht që ishte një ndeshje ku më tepër kishte polemika, sepse po t'i referohem të paktën thënieve ose deklaratave që kanë bërë lojtarët, jo po penalltia, jo po me dorë, jo po gjëra të kontestuara, domethënë nga të dyja krahët. Por megjithatë thashë një ndeshje që ka përfunduar me barazim, golat sigurisht që janë pjesë edhe pjesa më e bukur e një ndeshje futbolli, sigurisht që janë golat. Por megjithatë unë kam thënë e përsëris gjithmonë
që një qoftë se ka një skuadër që duhet mundur në biznes superiore, sigurisht që ajo është skuadra e Ignatias. Është skuadra e Ignatias sepse është kampione në fuqi dhe ajo është një skuadër që me organikën që ka, sigurisht edhe aq më tepër që Ignatia mbas muajit janar ose më mirë mbas pushimeve të dimrit, Ignatia bëhet gjithmonë shumë më e frikshme, duhen edhe 10 ditë që të mbarojë merkato ose më mirë lëvizjet që janë siç bëhen në tërë botën. Edhe të them të drejtën, duke sigur tek skuadra e Ignatias më tepër do të kemi largime se sa do të kemi afrime, pasi siç dihet flitet trajneri Tetova masi u shpreh, sigurisht që u shpreh me keqardhje që ka ikur ndreca dhe ka shumë mundësi që edhe portieri Dajsinanit të bëjë një lëvizje edhe të lëvizje të jashtë vendit. Ndoshta do jetë një shitje shumë e madhe, flitet për një shifër prej 800.000 eurove që portieri Dajsinani i Ignatias dhe ekipit tonë kombëtar mund të bëjë një lëvizje në një kampionat të huaj. Megjithatë, thash një herë, mendimin tim, Ignatia është një skuadër që e ka pothuajse të tërë organikën dhe është një skuadër që vërtet duhet mundur sepse me autoritetin e ekipit kampion ajo gjithmonë është triumfues. Meqense folët për Ignatian dhe jemi në merkaton e dimrit, a nuk ka mundësi Ignatia që këto largimet të rikuperojë me afrime cilësore apo është periudha pak e vështirë? Shiko, kur themi që periudha e janarit është e vështirë, duke sikur përsërisin sepse ne në çdo moment e themi gjithmonë dhe faktikisht kjo nuk është se duam përsërisim veten kur themi që shiko, është e vështirë që në janar të gjesh futbollista që janë të lirë, ose më mirë që janë pa kontratë. O do gjesh futbollista në formë muazimi, o do gjesh futbollista që nuk aktivizohen edhe për arsye të ndryshme mund të vinë që mund të jepet sepse pastaj ka dhe një gjë, i vetmi treg që mund të marrë futbollista është tregu brazilian ose tregu i Afrikës ose i Amerikës, që janë Amerikës Latine, sepse atje mund të marrësh dhe ndërkohë mund të shfrytëzosh ose në sajt të menaxherëve mund të shfrytëzojnë ekipet të kampionateve që kanë përfunduar, sepse dihet që në kampionate si në Finland apo në vendet e ftohta ku gjatë sezonit dimror nuk zhvillohet kampionat, mbasi ato fillojnë në mars, edhe këtu mund të gjesh futbollistat, por është e vështirë që brenda rajonit të gjej. Megjithatë, unë thash një herë, Ignatia është një skuadër që dita menaxhoj organikën e saj, burimet njerëzore të Ignatias, drejtori dhe pjesë e stafit ata që menaxhojnë, duke filluar që nga presidenti Demrozi deri ke drejtori e Merat, sigurisht kanë merita, sepse edhe në edicionin e vjetshëm, kur Ignatia deri në muajin janar ishte një skuadër që ishte në vend të parë, vend të dytë, shkoi deri në vend të tretë, domethënë ishte në kaçe, ishte pa aty, por mbas muajit janar ajo sigurisht që mbas pushimeve dimrore, mbas markatës së dimrit, ajo sigurisht që kapi vendin e parë dhe nuk e lçoi deri në fund sa mori titullin kampion. Kjo e bën Ignatin një skuadër që unë e them me plot gojë, është një skuadër, është ka skuadrat që vërtet duhet mundur sepse e ka organikën që të dali përsëri kampion. Ndalemi pak tek Tirana, duket sikur është duke ecur mirë dhe duket sikur ka arritur ndjeshëm kurbën e lojës, por edhe të pikëve. Një barazim i pafat në Vorë në një kohë që bardhëblut janë ende në fund. Si e shikoni pozitën e saj? Shiko, duhet kemi parasysh që kampionati i biznes superior ka ardhur në një fazë që mbas javës 20 ka ardhur në një fazë që është shumë interesant. Pse është interesant? E thash dhe në fillim të emisionit që është e vështirë të parashikosh se si do dalin skuadrat, sepse mjafton të shikojmë në rezultatet ku një ekip që edhe pse është në vendin e fundit, ai mund të jetë emër, siç është Tirana, edhe normalisht ndeshjet me Vorën deri në momentet e fundit që për të referuar pyetjes suaj Tirana kishte një ndeshje të vështirë në Vorë, sepse tashmë Vora e di shumë mirë që një skuadër si Tirana ka filluar të përforcohet, ndërkohë që edhe skuadra vorake normalisht duhet bëj përforcime. Dhe po t'i referohem takimit, të them të drejtën, është e drejta ajo pyetje që bëni ju, sepse Tirana e vitit 2026, duke filluar që nga kupa, ose më mirë nga eliminimi që eliminoi ekipin e Snerbeut mas kohës shtesë, të them të drejtën, ka bërë disa lëvizje, janë gati 9 futbollista nga Tirana që janë larguar, tashmë nuk janë pjesë e Tiranës. Tirana gjeti gjuhën dhe i largoi këta futbollista, ka afruar disa lojtarë, ku sigurisht Redon Gjilja është një ish. Edhe ajo që është për të përmendur, unë e them gjithmonë, është një në kohët e fundit, binin në sy futbollistat që kur vinin, ose më mirë, kur i ktheheshin në kampionatin shqiptar mbas arsyeve të ndryshme, ata shpesh herë në vitën përpara ktheheshin te Tirana, kishte vite që nuk ndodhte kjo, pasi shumë futbollista ktheheshin në kampionatin shqiptar dhe nuk pranonin të ishin pjesë e Tiranës. Më bëhet shumë qefi sepse kur flasim për Tiranën, sigurisht flasim për ekipin më kohëtuar të kampionatit shqiptar, është një skuadër që
jep ka rëndësinë e vetë, është një brand, është një emër shumë i madh skuadra e Tiranës. I duhet kampionati shqiptar, mjafton të përmend një derbi Tirana Partizani apo Tirana Dinamo, edhe kjo është e gjitha ose një Tirana Vllaznia. Kampionati shqiptar nuk është se afron shumë mrekullira, nuk është se afron shumë rirësi për sa i përket ndeshjeve dhe për sa i përket cilësisë atë kualitetit, por me atë cilësi dhe me atë kualitet që kemi, sigurisht Tirana duhet të jetë pjesë e abistent superiorës. Dhe të them të drejtën, Tirana e 2026-ës, për mendimin tim, ka ndryshuar shumë, sepse nuk po them se po bën, edhe këtë e them me përboj, nuk po them se po bën hapa të mëdhenj ose hapa gjigant në gjuhën figurative. Mjafton të përmend në 5 ndeshjet e fundit, duke përfutur këtu edhe ndeshjen e Kupës me Skënderbeut, ajo ka 4 barazime dhe një fitore. Në gjuhën e sportit, ose më mirë, në themi një barazim sigurisht që nuk është se është një sukses i madh, se në vend që ti të fitosh të marrësh 3 pikë dhe kur merr 1 pikë, domethënë në 4 ndeshje, po e heq ndeshjen e Kupës, Tirana ka marrë 3 barazime dhe një fitore, domethënë ka marrë në 4 ndeshje, në vend që të merrte 12 pikë, sigurisht ka marrë 6, ka marrë gjysmën e pikëve. Po kur mendoj që Tirana e fazës parë e filloi në një mënyrë katastrofike, edhe Tirana është vërtet për të lavdëruar të paktën për këtë fillim që ka bërë për 2026, pasi se mjafton të jede një sy klasifikimit. Tirana është 14 dhe fundi aty janë, sepse 14 me 18 janë 4 pikë. Një fitore, një humbje, sigurisht vendet mund të ndrohen dhe normalisht Tirana tashmë është futur në garë për të kaluar fjalën ose më mirë për ta hedhur tej atë takun e mbijetesës. Partizani ndërkohë gjendet 7 pikë nga zona e 4-shes dhe javën tjetër do të udhtojë në Shkodër. Sipas jush, arrin dot me mundësitë që kanë ekip objektivin për në 4 skuadrat më të mira? Në ka një skuadër që është e paparashikueshme, unë këtë e them me plot gojë, është skuadra e Partizanit. Kur them që është skuadra e Partizanit, këtë e them me plot gojë sepse mjafton të shikoj rezultatet që ka Partizani dhe trajneri i saj Kërnaja. Në një intervistë para 3 humbjeve, kur bëri disa rezultate pozitive, trajneri Kërnaja u shpreh që tashmë Partizani është një skuadër që lufton për Final Four dhe lufton dhe për titull kampion. Të them të drejtën, shiko, Partizani sigurisht që është një emër, është një skuadër e madhe dhe normalisht edhe në edicionin e vjetshëm ishte pjesë e Final Fourit, ishte pjesë e Kaçës, edhe pse në një moment caktuar duket sikur e diskutoi, por pikërisht në javën e fundit ajo u rikthye sepse siç e dim, deri diku në 2 javët e fundit u rrezikua puna, mbas asaj fitorit që bëri me Elbasanin, sigurisht që ajo e siguroi Final Fourin. Por trajneri Kërnaja tha që ne kemi skuadër tashmë që do të jemi në Kaçë edhe do të luftojmë për titull kampion. Ti parasysh një gjë, nëse ti futesh të Kaçë, por ti është normale që të luftosh për titull kampion, se mjafton futesh të Kaçë, pastaj 2 ndeshje. 2 ndeshje, ti nuk do luash as me Manchester United as me Liverpoolin, do luash me 2 ndeshje me 3 skuadrat e Kaçës. Dhe kjo është mos normale. Por po ti referohem mas asaj interviste se gjithmonë, po i referohem duke u nisur nga pyetja juaj dhe duke u nisur nga ato çka thoshte trajneri Kërnaja. 3 humbje rresht të Partizanit, sigurisht që arritën në një moment caktuar që më thënë Partizani dukesh se sikur po kthehej përsëri në origjinë, po kthehej ai Partizan që para disa javësh ishte pikërisht në zona, nuk ishte ke zona e rënies, po ishte ke zona e play-off. Megjithatë, Partizani dje ka bërë një ndeshje shumë pozitive, ka bërë një ndeshje shumë të mirë, një ndeshje shumë me ritëm, ndaj një rivali, do thoja unë që ishte Teuta, sepse mjafton fitoria me Teutën, sigurisht ai ndroi vendet. Është tashtë, po të shikojmë nga Final Fouri, Partizani është skuadra që 33 pika Dinamo, 26 ka Partizani. Po të hapim, ose më mirë, po të shikojmë ndeshjet e Partizanit, sigurisht humbjet e Partizanit, normalisht janë, domethënë Partizani duhet ishte edhe më larg. Por ja që edhe Dinamo duke sigur në ndeshjen me Vllaznin sigur ka humbur një atë shkëlqimin, edhe pse fitoi Superkupën në takimin kundër Ignates, të them të drejtën, normalisht më duket pak e vështirë që këto skuadra, domethënë edhe pse Kaçja është ajo që është, prapë së prapi do thoja unë që deri diku Dinamo me këtë humbje që ka bërë duhet të futet patjetër në merkato. Duhet të futet patjetër në merkato sepse ka diçka që ke Dinamo nuk shkon.
Ndoshta unë uroj që mos jetë probleme, të them të drejtën në intervistat që shikojmë, duke sikur trajneri Daja ka filluar një konflikt, por nuk e di a ekziston apo nuk ekziston një konflikt me drejtorin Luan Pinari, po të them të drejtën nuk ma merr mendje që të kemi ndonjë konflikt ose të kemi ndonjë gjë. Sigurisht që drejtori teknik Pinari, drejtori normalisht ka për detyrë që të afrojë futbollista. Trajneri Daja tashmë dihet që ka kërkuar, të paktën nga intervistat që ka bërë, dihet që ka kërkuar futbollista, ku normalisht një sulmues ose dy sulmuesa duhet sikur kërkohen. Thash një herë, edhe pse situata ke Dinamo është me 7 futbollista që janë të paktën në rolin sulmues, por si duket trajneri Daja është nga ata trajnerë që normalisht e shikon të arsyeshme që të paktën një sulmues duhet patjetër, dhe për mendimin tim, duke menduar që thash një herë, me largimin e 2 sulmuesve kryesorë në vitin që kaloi, sigurisht që Dinamo e ka të rëndësishëm një sulmues. Faleminderit zoti Konaj që ishit me MCN Informacion. Edhe ju faleminderit. Ne këtu kemi mbritur në fund, faleminderit që na ndoqët, mirupafshim bashkë.